Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka prezantuar sot programin për rendin dhe sigurinë në kuadër të Aleancës Shqipëria Madhështore, duke deklaruar se për Partinë Demokratike këto do të jenë përparësi absolute. Në një deklaratë gjatë për shtyp, Berisha sulmoi ashpër qeverinë aktuale, duke e quajtur narkoshtet dhe duke akuzuar kryeministrin dhe disa ministra për bashkëpunim me grupet kriminale. Dhe ju siguroj se për Partinë Demokratike, qeverinë e saj, rendi dhe siguria do t'jenë përparësia absolute më madhore. Në një narkoshtet, si që është Shqipëria, i pari dhe i vetmi në Europë. Europa ka patur lloje të ndryshme shtetesh, demokratike, ka patur diktatura naziste, staliniste, teokratike, junta ushtarake, por nuk ka patur kur narkodiktatur, nuk ka patur kur narkoshtet. Ndaj dhe një nga shtyllat kryesore të programit tonë, ne kemi përcaktuar pastrimin e shtëpisor si kusht i domosdoshëm për një Shqipëri madhështore. Berisha deklaroi se rendi dhe siguria janë tashmë në duart e krimit dhe se drejtues të policisë janë bashkëpunëtor të bandave, duke përmendur raste konkrete ku trafikantët janë ndihmuar nga struktura shtetërore për të shmangur drejtësinë. Ai theksoi se programi i Partisë Demokratike synon pastrimin e shtëpisë dhe garantimin e një shteti ligjor ku qytetarët dhe investitorët të ndihen të sigurt. Betejë jonë do t'jetë me një motiv: zero tolerancë. Kudo që t'jenë, ta kenë të qartë, në Dubai apo në Uganda, në Aruba apo në Afrikë të Jugut, ata do të gjenden, do të arrestohen dhe do të vinë para drejtësisë shqiptare. Investimi i tyre në Shqipëri është shkatrimtar për ekonominë shqiptare. Është shkatrimtar. Të dashur miq, këto kulla që i shifni këtu, këto punsojnë, nuk them që nuk punsojnë, por këto kulla shkatrojnë 10 mijëra vende pune. Këto shkatrojnë 10 mijëra vende pune sepse këto ndërtohen me narkoeuro. Dhe këtu narkoeuro zhvlerësohet si në asnjë vend tjetër të Europës. Zhvlerësohet me 35%. Në përfundim, Berisha premtoi masa të ashpra ndaj të gjithëve të inkriminuarve në administratë dhe polici, duke paralajmëruar ndjekje penale dhe publikim të dosjeve kompletuese. Ai e cilësoi këtë betejë si një luftë për ekzistencën e Shqipërisë dhe jo për pushtet, duke garantuar një përballje frontale me krimin dhe korrupsionin.